Nuk është e mirë. Se kom lonë në para 2 jave. Që të zëtim dhe s'ka ndryshu, s'ka ndru fleta. Nuk po mirë as pak. Shaj respektit. Bashkë kujtë të shaj respektit, i cilë është? Që s'krejnë të shpejet mrapsa 5 mushë dhe një tjetër. Ja ke blu pikën, s'ke nga posë shkabetor, dhe të rekrytu. Jo. Ja ke blu pikën. Unë ishe mrapsht. Unë ishe pak ma ndrysh. Okej. Një rëmë, si me po që dhja, ndërkohë shpërndera ka avansu dhja. Ka fillu fotosinteza në intensitet më të madh. Ka fillu natyra me gjelbru, vegetacioni me shumë përpara, neve hormonët me na punu juve me shumë. Po edhe me të dikush me dhënë entuziazm të madh punës, të dikush mirëzu krejt, me deprimu. Edhe ata që janë bleta, ata entuziazmohen, po shkojnë për lullës e lullë, ata tjera, muzët. Shkojnë diku tjetër, edhe në pas të aktivitetit që bëjnë, e kanë edhe produkti. Temat që javët e fundit i kemi trajtu ka qenë lidhuna me Stephen Covey dhe librin e tij 7 parimet e njerëzve të suksesshëm. Edhe po në ndërkohë kemi diskutuar edhe tema që ndërlidh me librin, me mendimin e jashtëzakonshëm që ka ky autor. Edhe morëm për detyrë me i përpunu me hyrë në detaje. Mirë po, ne do të vazhdojmë atë. Mirë po, për shkak se jemi në një biznes dinamik, aktivitet përgjithshëm, dikush më shumë, dikush më pak, dikush hiç. Shoh të udhës që ju përshtat procesit rritjes, vegetacionit dhe sistemit endokrin të njerëzit. Hormonave, me diskutu për çështjet aktuale. Dhe me hap tema ma konkrete, dhe ndërlidh mandej me atë që deri tash e kemi diskutu, eventualisht me ndërlidh me gjërat që si kemi diskutu, për marrë dhe të përfundimi ku është problemi. Ku është problemi i suksesit, respektivisht mos suksesi. Ne teoretikisht e dijmë, nëse unë ju po i pyet, unë e di përgjigjen. Ku është problemi, kemi thonë problemi është. Mirë po, kur dalim prej kësaj dere, edhe ulemi diku tjetër, tash unë po ju flas juve, kjo po regjistrohet, po incizohet, nuk e di kush, nuk e di ku, vetëm se është një dorë e padukshme, është një ambient, ose të themi një nivel që ndërkohë të punu me strukturën e komarit, që zërat dhe përshpërimat i dëgjoj. Ose të themi trurin e lexoj, jo se mund të futu me në mendimin e askujt, se cilit prej është, po në bazë shumë parametrave, themi, një farë inteligjencë që kanë kriju eksperienca e tjere, mund me parashiku ku janë mendimet dhe qëndrimet e juja, edhe në qëfar oscilimi shkojnë, prej ku deri ku, edhe ku ndodh shembja e gjithë asaj që ne ndërtojmë me mundi. Gjithmonë kemi thonë, e dini njifemi, e dini nëse ju pyet dikush si të janë ata autorë që artinin mas shumë të i përmendur me njerë kene me i rendit. Ajo 98% me 2%, ajo ka qenë, është, edhe
ndryshuar. Po ma parasysh çfarë përparimi bën botë. Gjithmonë ky raport i njerëzve që i udhëheq djalli edhe njerëzve që i udhëheq krijuesi ka më qenë 98-2. Edhe se kom thonë unë, e ka thonë njeriu i cili sot citohet edhe s'ka dalë kush deri tash me kundërshtu ose me kontestu. Për mu janë që ato vija televizës. Jo se e pretendoj se si jam i gabushëm, po kur gaboj e di se gabimin unë e kom bërë, unë jam problemi. Nuk tregoj me keq diku tjetër. Do thotë gjithmonë 98 që me dyshit. Në gjithmonë kur bëj pyetje unë. A do mi taku dyshit apo 98? Çka thoni? Dyshit. Si dilni piterës me njerë, ullën e të 98. Edhe frymëzoj prej 98. Aty 98 kush është lideri 98? Kush është? Djalli. Ai u bën krejt verë, darsën, krejt bukur, ditë, ju zbarë. Edhe subjekt i goditjes kush është? 2%. Kjo i bje se unë du me qenë 2%, kur daj prej derës ullëm me 90 e sulmetash. Dysh. Vetë. Edhe kjo në i ndodh qenjes njerëzore. Qenje e cila për dallim pi kafshëve e ka vetdijen, bën me vetdijen. Kafsha bën me instinkt. Mund të më mësu disa marifete, ama s'mund të marrë përgjegjësi për ato marifete. Mund të mësu për me bëu cirkuzën e elefantit. Mund të mësu edhe tigrin, edhe luanin, edhe masën e qenit mos flasin. Po? Mi po, ata i bojnë disa lëvizje në habiteve, delfini, se di. Mi po s'mund me kërku përgjegjësi për të. Për njerëzit që ka vetdije kërkohet përgjegjësi. Se di, pyetje më pak gjërë. Ju derisa flason, te ju krijon asociacione të ndryshme. Secili prej është që jeni këtu prezent dhe dëgjoni zërin e njëjtë, mendimin e njëjtë, për personit njëjtë. Po secili prej është në mënyrë të ndryshme e konceptet. Se ekziston mundësia gjithë njësoj ju me konceptet. Për nga varet? Nga ndryshimet, ose të themi nga niansat që mendja juaj funksionon, nga niveli i njohurive, nga niveli i eksperiencës, dëshirës, besimeve, karakterit e tjere. Edhe ajo është vendimi juaj i lirë me pranuar mendimin ashtu siç ju mendoni. Mirë, po derisa më dëgjoni, ose ne derisa dëgjojmë dikë tjetër, ne bëjmë filtra. E marrim atë që do me dëgju, a eliminojmë atë që s'do me dëgju. Çka na pëlqen? E marrim, atë që na pëlqen. Çka zakonisht ne nuk marrim. Çka zakonisht nuk marrim. Cilën pjesë të asaj që e dëgjojmë, nuk e marrim. Jo, nuk e marrim, jo kritikën. Kritikën jo se jo. Po nuk e marrim atë pjesë ku ka obligim me kry punën, me apo hizmetin. Këtë aty ku duhet unë me lëviz, me marrë prapanicën në dorë me lëviz, këtë ku duhet me mu angazhu, me marrë iniciativë, po, atë pjesë nuk e dëgjoj. Thu se nuk ka ndodhë. E dëgjoj atë pjesën që e predikon kush? Notë të teqe. Pse? Se aty ka rraf shkrejt, ti e ti përën për ty, kretë ka më bëhë mirë, po, me manipulime, shka me zdërvjetësi e krypunën, e tjerë. Kena me bo një eksperiment, të japim një temë, edhe
Edhe mandej, apo do një mas pari me prezentu, mandej me hap temën, apo do një mas pari me hap temën, ase mund të lidh me temën, e me vazhdu me prezentimin. Për shkak se ku marrë disa shënime, atë që ku pas dërmet për 2 javë me prezentu, nuk kam me prezentu, diçka kam më ndërlidh, po kam tjetër qëllim sonë. Pa me teme, lërë tani. Pa me dash teme dhe lidhesh me... Jo, se nëse kapi temën, ma dhe jemi pak të frenum rreth kësaj, ma dhe e mbyll një kohë, nuk keni trini, se praktikisht i tregoj qëndrimet, i tregoj ligjin edhe kushtetutën, ma dhe jemi frikum për kushtetutës, nuk merr një hapa me qetë, Shkojnë atë gjikota. me Drejton gjikotës. sinqert. Okej. Hajde, pra kom I ku vendimin unë si totalitar që është si Albini. I ditë kom ju majtë prezentim për mendimin politik. Qysh duhet me kriju mendimin politik? Do të marrni se si si krijohet mendimi politik. Edhe qysh propaganda ne bën rrafsh, mos e teq. Ne bën rrafsh. Kështu. Do thot për jush do më ndëgju, në folë, në treku cilat në përparësisë e platformës, ma e vëllë lajkonet, të cilat janë përparësi. Për është do më ndëgju. Është falas, ma i urde. Okej, do të thotë, Dhe nisë më dhëtë që ta shkërë ka më nësit të kjo është. diskutojmë, hapëm diskutim, ja se do të më më hapë Asionza. do të thotë është, do më thonë, laj tha, është falas. Përna do të eqen është. E shojmë mandej do t'i hapim falas. Okej. Muni edhe për mangësit, nuk unë nikosisht. Unë jep do t'i shënoj. Përfitojmë nga diçka që s'dolet asnjëherë, që do të thonë shoppingu. Përfitim. Do të thonë Shoppingu ose po. përfitime nga shopping. Okej. Në është globale. Okej. Globale. Legale, I gjurë. Legale, I gjurë. Legale. Ta e punësi me kriju jetë, Do të thonë Edward. po me do. net work. Prevje. Të të metat është kryo zhvillohet nga dalë. Kuqë. Do të me prit, nisa e një kursa. A do të përpojnë për... Foni kur uli atje në taurina, kur dilni jashtë, që ato folim, që ato pitu. E bën gjithkosh. Ha? Mundet me bu gjithkosh. E vëllon parësi edhe mundësi. Për se cilin, Edhe të mangësit të është Po, jo për se cilin. Minus, ok.
Kosovë të prezentu, me ti që ka këtu burra, folin. Zhvillim personal. Okej. Në Alto, mundësi në Alto. Nuk është dhe kështu. Shumë e fortë, më është. Okej, Ata që kanë ma shumë mangësia ta s'janë këtu heq. Ata që ama tash ju nashta Po mangësi që nuk jep shumë përfitime më njëherë. E tha, Po që thamë, dhe Po, një të shumë po sa më mbrë të. zhvillohet nga ta, do të çajin e fukimi se zhvillohet nga ta. gjyp shampun. Shko mangësia për parësie. Mangësi. Që se ma vjerë të... Punë. Po. Fjala punë, nocioni punë është dhim, sidomos te shqiptarët. Te gjermat është Merci. naci. Edhe larg, mangësi, pritet me shkuani. Mangësia Ja, është më shumë lëvizje dhe më Lëvizje. Se dikush prej kamë do të drejtohet, po që është për saj. mangësi të pozitive. Jo, se në atë që shkruan problem. Që për po. Tash më shkruan Një të jetë Për parësi sa dikush të është globale, tash më ato që qenë ka globale, pe kondi tjetër. pikandi tjetër është, Do të shkej do të më shkruaj pikon të tjetër. nuk i shkruaj pikandi tjetër, po Që shto dhe një shohonas. e diskutoj. Do të më Hajde. Për shumë e rëndësi, do të thotë që për shembull një mangësi që mu më kujtohet, për shembull dështimi i ndonjë themi projekti. Kështu punë, ka shumë. Për shembull, ndryshimet e shpeshta, Ndryshimet e shpeshta. Po, tek. shumë opsione, shumë faktor. Në vonë po, Po. Ndryshimet i kisha thënë, Jo, o. se ndryshimet janë mirë me qenë, po ndryshimet e shpeshta të panevojshme. Panevojshme. Se jo, o. Po, po. Të panevojshme. në vonë po. Në vonë po, Pare, pare më thonë që shtu bëjmë. Nëse do. Pare. Okej? Edhe pare do në që pak me marë. Minos. Minos. Me që gjithë të poshtë. Edhe plus në minutë. edhe të përkasit është përdorimi i lehtë. Që të kanë nësë kanë faturë dhe është. Nuk mund të marrë përkush që është një dëshkare. Informatat. Që më shembull një përparësi që për shembull aplikacion i jashtëzakonshëm që deri tash me statistika po që përmban themi kompani që është numër 1 në botë. Për shembull, Ndërmjetësimi është aplikacioni Ndërmjetësimi është jashtëzakonshëm nëse implementohet në mënyrë më të mirë të mundshme mes konsumatorëve të biznesit. aplikacioni, do vetë aplikacioni funksion është një lepez Krejt, e gjerë. Do aplikacion i jashtëzakonshëm. Implementimi nuk është shumë i mirë ndodhë. Implementimi Për njerëzve me këtë. ajo mangësi do të thonë është Lidhet me që çfarë ta determinojmë, do të thonë Po dëshmëria në praktikë për shembull e plan. do të thonë atës mund ta themi gatishmëri, po mos përgatitje ose të themi dobësit individuale. Se cilën tana.
Ma jo është dobësi Zbatimi i praktikë e platformës. Ha? Zbatimi i Do praktikë. të thotë kur e lajmë në dur dikujna një punë e madhe shumë sublime, kur lotën në dur e tjetër, do të dobësit individuale, po? Edhe kjo mund në një shpeshetet e jo përsetësore. Individuale. Okej, hajde tjetër. Për shembull, ndoshta në diçka është kanjëherë është shumë shtrejt, në diçka tani të bëhet shumë lirë, edhe i hup vlera që atina produkti që ato kohë që shitet. Po të ndryshimet. Që ndryshimet është. Po, ashtu është. Tani hup Në vitin 62, në vitin 74, kur është ble televizori me ngjyrë i pari në familje, ka pas pak televizore me ngjyrë, ka kushtu 3.000 marka. 3.000 marka, më e në mend, ka qenë kampionati boton në Gjermani që është i futboll, dhe kur e pash në ngjyra, po, më ka rënë përshtypje shumë. 3.000 marka në vlerë, sot, ma thuni qep, pak mirë 3.000, ose dikush që është kështu, sa kanë qenë me vlerë sotit 3.000 marka. Sikur? Sa? Vetëm ashtu. Se ku ndru marka me euro, 2004, 2 euro kanë bërë 1 markë, më bërë 1.500 euro të vitit 2004, por nëse këthejmë devalvimit, po shtisoj se sot me vlerë në televizor të ku 5.000-6.000 euro. Me 3.000 marke mujtë i bledhatare këtu në Terizaj. Sot janë dhatare sa? 4-5.000. Do të thotë, gjithçka lirohet. Ama jo në kohë të super shkurt. Po them, gjithçka lirohet, po edhe në kohë të shkurt. Sot, edhe në Mas kohë të 2 shkurt. mujve s'ke mujt me ble... Jo, 2 muj, çashtu është, domethënë, kështu. Jo në 2 muj, për i ditë. E blen veturën në sallon, e çon në shtëpi, me njëra vlera. Me njëra, marrë muhabet. Për 3 vjet, për gjysë është. Kemi shembull. Jo për me mbrojt, po vetëm për të tregoj se gjithmonë në start një vlerë kur paraqit është më e shtrenjtë. Mi po si ndodh. Kjo që është puna që i përcjellin këto kriptot, ka njëri për shembull që merr vazhdimisht. E blen edhe shtrejt edhe lirë, edhe nxjerrin mesatare të mirë, kapshme. Po mund ta shkrim si kjo hyn të ndryshimet e pakova tjetër. Tjetër, përparësi. Nëse i zbërthejmë, ha? E ki në gjatë në vete. Po, domethënë është kompatibile me teknologjitë, me kohën. Është shans për liri financiare, shumë. Etash, të përfitimet nga shoppingi. Si mund ta zbërthejmë këtë? Çfarë thotë kjo? Unë përfitu prej harxhimit që bëjnë njerëzit. Unë përfitu njëkohësisht mund të regjistru edhe harxhuesin edhe tregtarin, në të mirën e të dy anë. Unë përfitu disa fish prej shoppingut, unë përfitu edhe prej paralajmërimit të shoppingut. Do thotë, ato investime që të ne kemi bërë investime, në kohën kur unë jam abonu, gjithmonë është quajt avans për blerje të tashme. Avans për blerje të tashme. Edhe është thonë se nuk është investim, po është kapar, është avans, ku unë e kthej me blerje të ardhshme të mia. Nëse du ma shpejt, e kthej me rekomandim të njerëzve që e bëjnë njëjtën punë sikur unë. Do s'ka qenë investim. Kur? Edhe në emën të asaj, gjithmonë ne kemi një vlerë të mbrëmshme. Do thotë, përparësia se kemi vlerë të mbrëmshme. Çfarë është vlera e mbrëmshme? Shopping point i vlerësohet vetëm këtu.
Mi thonë dikuj tjetër jashtë, se diçka shopping point. Mi thonë se një shopping point është €1, nuk e kupton. Kjo vlerë e mbrëmshme, sikur që Androidi e ka vlerën e vetë mbrëmshme, dhe nuk është kompatibil me rrjetën tjetër, është rrjetë, është domethënë vlerë e mbrëmshme. Edhe na për vlerës e mbrëmshme, mund me bë vlerën e mbrëmshme krijojmë përmes asaj që ndodh jashtë, që dha ashtu prit se ekziston njeriu, ndodh argjimi. Domethënë vlerën e jashtme e kthejmë në vlerë të mbrëmshme dhe përmes vlerës së mbrëmshme e multiplikojmë, e rrisim edhe kthejmë edhe në vlerë të jashtme që është valutë konvertibile, që mujmë me përdorë. Okej, tjetër. Më bëj karrierë, më rritën karrierë, Leadershipi. më mrit leadershipi, po, leadershipi, më rrit sukses global, është globale, po, më arrit sukses global. Me përfitu prej marketingut. Përfitime nga marketing. Okej. Tjetër, nëse mendojmë më gjatë për këtë punë, do të gjeni edhe përparësi, do të gjeni edhe mangësi. Po cila është përparësia kryesore, që është jashtëtare sistemit dhe mangësia kryesore. Është e njëjta. Që është dhe përparësia është dhe mangësia. Jashtë sistemi. Po, jashtë, domethënë, ne të po flasim për sistemin, po, jashtë sistemit, që varet prej neve. përparësia është une, po dhe mangësia jam, une. Me ndohet zhvillim personal, përparësia, Po, që është e mangësia të ati që me thonë. Po përparësia, po dhe jo zhvillimi personal, vjen si pjesë e mangësisë. Këtu mu e me bo shumë analiza sociologjike, shoqërore, financiare, plot mu e bo analiza. Plot. Se ju vetë tha, diçka që është përparësia është dhe mangësi, diçka që është mangësi është përparësia. Varsisht si ne i shohim gjërë. Thamë se ju, gjithmonë përgjigjen e ju, kur themi prej ku i varet dhe ku është problemi, ose ku është përparësia, jemi. Pyetja është, kur vim në praks me apliku, ose themi, kur vjen mendimi jonë, a jemi racional në atë mendim, apo emocionet në udhëheq? Themi, të marrë mangësi, themi që një mangësi, themi, dështimin në një projekt. Ajo është nxitje, është një proces që neve na jep nxitje. Edhe ne në bazë të asaj edhe reagojmë. Etash, reagimi jonë në të nxitje, prej çka varet? Prej nesh, po, çfarë reagimi do të kemi? Po? Sa dina për sa projektin, për shembull. Sa shohim afagjatë, për shembull. Po. Cilat janë për shembull pritshmëritë tona, edhe në për mëna javë ose në para, mëna 10 vjetë shumë biznesi. Ashtu është. Stephen Covey në shkatësinë e parë, ose themi në shprehinë e parë ose në zakonin e parë që e pranësi mas shuti, rreth në hapërimin e suksesit, e kemi proaktivitetin. A jemi apo si jemi proaktiv, më varet si ne reagojmë në nxitje. Vazhdimisht jeta vazhdimisht në nxitje. Gjithmonë ndodh diçka që e nxit
reagimin tonë. Zhurma, themi, ndonjë padrejtësi, ndonjë bukuri, nxit reagimin tonë. A është reagimi jon i duhur apo nuk është i duhur? Varet prej çka? Eksperienca para prapi dijes. Prej shumë sendeve. Po, në mes të nxitjes edhe reagimit është liria jon e vetë dijes edhe asaj ne si do të reagojmë në atë nxitje. Varësisht si ne reagojmë, ne dallojmë në pikpamje a jemi reaktiv apo jemi proaktiv. Njeriu i cili reagon edhe është reaktiv, i shef punë prej jashtë brenda. Edhe zakonisht lejon që nxitja me kriju dështim për individ. Njeriu që është proaktiv nuk i intereson çka po ndodh jashtë. Atë nxitje e merr edhe reagon në bazë të asaj që qëndron në mes asaj, mes nxitjes së reagimit, ajo është liria e mendimit, liria e perceptimit.